Trump i dërgon sinjal Europës para takimit me Rut. Kemi harxuar triliona dollar për mbrojtjen e saj nga Rusia. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, po bëhet gati të presë në shtëpinë e bardhë sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte, në një klim pa kënaqësie të thellë që ai ka ndaj aleatëve evropian. Gjatë një komunikimi me gazetarët, Trump u pyet për rishikimin e pranisë ushtarake amerikane në shtetet e NATO-s, një proces që po udhëhiqet nga sekretari i mbrojtjes Pete Hegseth, si dhe për mundësinë e largimit të trupave amerikan nga Europa. Përgjigjja e tij u perceptua më tepër si një mesazh paralajmërues. Ne kemi qenë një antar i shkëlqyer i NATO-s, në shumë aspekte i vetmi antar i vërtet dhe padyshim antar i dominues. Në rrjedhën e viteve kemi shpenzuar jo miliarda, por triliona dollar për mbrojtjen e Europës. Në një moment, desha të shihja nëse aleatët tanë do të ishin vërtet aty për ne. I thash Pete Hegseth të verifikonte këtë dhe kur kërkuan mbështetjen e tyre ata nuk u shfaqën. Kjo ishte absurd, u shpreh Trump. Shefi i Shtëpisë së Bardhë ndaloi veçanërisht te kryeministri i dorëhequr britanik Keir Starmer, ndar të cilit shprehu kritika duke e akuzuar për mungesë përfshirje dhe përshmangje të detyrimeve ndaj një aleati. Starmer nuk ishte aty për ne dhe njerëzit në Mbretërinë e Bashkuar nuk e pritën mirë këtë. Ai nuk tha thjesht jo, por edhe deklaroi se do të jemi aty pasi të fitoni. Unë ju përgjigja se nuk kishim nevojë për ndihmë pasi të kishim fituar. Nuk po flisnim me Winston Churchill. Këtë mund ta them me siguri, tha më tej presidenti amerikan. Trump përmendi gjithashtu edhe vende të tjera të Europës, mes tyre Italinë dhe Gjermaninë, duke ngritur dyshime mbi ekuilibrin e kontributeve në aleancë. Ne japim për NATO në rreth 600 miliard dollar në vit. Edhe këto janë shifra të çmendura, por kur na nevojitet ndihma e tyre, ata preferojnë të mos përfshihen. Ne shpenzojmë shumë për t'i mbrojtur, kryesisht nga Rusia, dhe kur kërkojmë bashkëpunim na refuzojnë. Është një qëndrim i pakuptim, të përfundoi Trump.